Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot përsëri në emisionin e radhës Okult Gjeopolitik. Jam me një të ftuar special që do ta prezantoj pas pak. Përpara se të fillojmë, ju kujtoj të gjithë ju që keni rastësisht nga këto rrjetet sociale ku ne hedhim linkjet e YouTube-it të bëni një subscribe kanalit ton. Falenderojmë të gjithë ata kontributorët, sponsorat e emisionit ton, po të cilët ky emision nuk mund të zhvillohet. Njëkohësisht duam t'ju kujtojmë të gjithë atyre që duan me titra në një gjuhë shqip ose gjuhë tuaj emisionin ton, tashmë YouTube e krijon këtë mundësi dhe me shqipen. Mirë, po fillojmë pa humbur kohë. I ftuari im sot është një ftuar special, është miku im i vjetër, analisti dhe njohësi i mirë i problemeve ndërkombëtare, por dhe atyre të brendshme sigurisht, zoti Ilir Kulla. Mirëmbrëma Ilir dhe mirë se më ka ardhur, është kënaqësi që ndodhemi sot të dy bashkë këtu. Unë sigurisht nuk do e mbetem në rolin e pyetësit, e moderatorit, por do jem edhe në rolin e bashkëbiseduesit me Ilirit, ku do të rrafim mendime të ndryshme, po sigurisht Iliri do të ketë pjesën kryesore për trajtuar temat dhe pyetjet për të cilat jemi mbledhur sot. Bota përjetoi një ngjarje të rëndësishme, ishte vdekja e Papës dhe varrimi i tij dhe shumë personalitete botërore nga shumica e vendeve kryesore të botës përjashto Izraelin kanë marrë pjesë në ato ritet e varrimit të Papës. Aty u shfrytëzua momenti për bisedime të rëndësishme dhe spikati, sidomos takimi midis presidentit Trump dhe presidentit Ukrainës Zelenski. U urrej që kishte një tensionim para se të fillonte biseda, urre përfshirja e Starmerit pak më përpara për të ndikuar Zelenski në bisedimet, për ta orientuar. Gjithashtu dhe Macroni kërkoi, me sa u kuptua, të merrte pjesë dhe në bisedime, po që Trumpi nuk pranoi. Kërkoi një bisedim kokë më kokë me Zelenskin. Ajo që u vure nga gjuha e trupit, që vura re unë, por edhe njerëz të tjerë të ndryshëm, ishte fakti që Trumpi nuk kishte atë superioritetin dhe orientimin në vendimet e vogla atje që në atë takimin e kortezis para se të uleshim për bisedime. Njëkohësisht u vure që vështrimet e Zelenskit ishin shumë sfiduese në ndryshim nga vështrimet e tij gjatë bisedës në Shtëpinë e Bardhë, ku pati tension të madh dhe gjithë bota nuk kishte parë skena të tilla në takime të rëndësishme të nivelit të lartë. Mbas këtyre bisedimeve ka pasur deklarata të ndryshme nga Trump vet, nga Shtëpia e Bardhë, nga përfaqësues të tjerë të rëndësishëm si Rubio, por edhe nga ana e Rusisë, ku për bisedime ka qenë i dërguari special i Trumpit Witkoff, i cili u takua me Putinin dhe ka pasur deklarata jo direkt nga Putini, po nga ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Si lexon këtë situatë, Ilir, çfarë mendon se mund të ketë ndodhur aty në Vatikan, çfarë mund të jetë biseduar dhe nga ato sinjalet që të vinë ty, çfarë mendon se ka ndodhur dhe si e shikon tash tablon mbas premtimit që ka bërë Trumpi gjatë fushatës që unë do ta mbyll shumë shpejt luftën në Ukrainë? E para duhet të thënë që ai takim është bërë në një nga sallat që unë njoh mirë, pra edhe salla u gjet në mënyrë simbolike. Është bërë jo rastësisht në ceremoninë e vdekjes të një njeriu i cili u shpenzua shumë për të patur në pushim dhe paqe dhe ka vajtur në konflikt hapur me gjithë liderët evropian, pra Papa Francesku, dhe me administratën Biden madje, me njëri që dërgoi disa herë të dërguar special veten, siç po bën presidenti Trump tani ka bërë Papa Francesku, dhe me njëri që mbajti kanalet e komunikimit edhe me Rusinë edhe me Ukrainën hapur gjatë kohës që gjithë i hidhnin dru zjarrit për luftën. Pra, në mënyrë simbolike u zgjodh ky moment. E dyta, njerëzit duhet dinë që nëse lexon historinë e diplomacisë, një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë së diplomacisë botërore është diplomacia vatikanase.
diplomacia e kishës. E treta, kemi të bëjmë me shërbimin më të vjetër sekret dhe më të madh të botës, që është ai i Vatikanit. Opus Dei. Jo, Opus Dei është një urdhër, kemi të bëjmë me shërbimin sekret më të madh, sepse vetë kisha është një shërbim sekret pafund, sepse çdo informacion, çdo prift është një burim nga vjen informacioni dhe nga ku ata shpërndajnë informacionin. Kemi të bëjmë me një pap i cili ishte një pap i pazakontë. Ishte i pari pap jezuit dhe që i vu, pra që vinte nga një urdhër fetar, gjë që s'ka ndodhur më përpara, Dhe jashtë Evropë, jashtë kontinentit evropian, dhe që i vu emrin e vetes Shëm Franceskut, pra një urdhër tjetër fetar. Pra vetëm 200-300 vjet përpara këta ishte pamundur të futeshin në borën e Vatikanit, jo më të bëshin pap, pra në këtë fuqi. Edhe kjo ndodhi një javë pasi në Vatikan, vizitën e fundit pra që pati Papa Francesku që priti ishte J.D. Vance, që në fakt është ylli i presidencës së Trumpit, sepse është përçuesi i ideologjisë liberiste që ka marrë administrata e re amerikane, e cila jo vetëm që është investuar të mbyll konfliktin e Ukrainës, po ajo çka është investuar të krijojë parakushtet për qeverisjen e botës në 100 vitet e ardhshme, sidomos në hemisferën veriore, ku kapitulli numër 1 është ekonomia. Pra, zoti Trump ka qenë shumë i qartë dhe gjuhë e trupit në komunikimin me Zelenskin ishte shumë i qartë. Pra, ai tregoi vendin edhe Macronit, edhe Starmerit, dhe tha rrini atje se s'keni punë këtu. Me këtë njëri flas vetë, domethënë. Dhe ati i tha shumë qartë. Nuk ke për të patur ofertë më të mirë sepse kjo që po t'jap unë. Ndryshe, dhe është vetëm ja formë që ti të kesh një mundësi që të kesh një mandat tjetër, sepse po të shkojmë ofertës që është në tavolinë, ajo ka 5 shtylla. E para, ndërprerja e luftimeve të menjëhershme nëpërmjet pushimit. Pra, qetësi për ushtrinë e Ukrainës dhe për ekonominë e Ukrainës. Për infrastrukturat strategjike dhe ato kritike të Ukrainës. Për centralet bërthamore të Ukrainës, për drithat e Ukrainës, për portin e vetëm që i ka ngelur Ukrainës, Odessa, e cila në mënyrë të vazhdueshme është bombarduar. E dyta, kemi të bëjmë me një mundësi unike për shkëmbimin e gjithë të burgosur e pengje të dy anët. Pra, i bie që Ukraina të kthejë një numër madh ushtarësh apo të plagosur e tjerë që kanë mbetur në frontin e luftës dhe që janë në Rusi. E treta, kemi të bëjmë me një mundësi unike që ka Ukraina, që 4 rajonet lindore, të cilat pavarësisht se do ngelen në administrimin e rusëve lindor, pra të rusëve të Ukrainës, sepse geografia nuk është opinion, është aty domethënë, është realitet. Dhe iken vetëm të Krimes nga pikpamja juridike ndërkombëtare, pasi Krimea është një territor cilin e ka bashkangjitur Krushovi kur erdhi në pushtet pas 54-s. Më të kesë Stalin për ata që atëherë, domethënë rezultat më të mirë të mundshëm për Ukrainën nuk mund të ketë ky konflikt, dhe duke i dhënë mundësinë që pas 10 vjetësh popujt e popullsisë lindore të Ukrainës të shprehen nëpërmjet një referendumi, por edhe pjesa tjetër e Ukrainës të shprehet nëpërmjet një referendumi, ndoshta duke gjetur edhe një formë të një konfederate të madhe ku ata që rusët që jetojnë në pjesën lindore të Ukrainës të kenë gjithë vetë qeverisin, të jetë një lloj hapësire e Bashkimit Evropian, ku aty do jenë rusofonët, siç janë në vendet balltike, pra në Letoni, Lituani, apo si është një status si i Kosovës sot, ose mbas luftës. Jo, Krimea merr statusi i Kosovës, statusi i Kosovës pas luftës. Ekziston mundësia e vendosjes të disa trupave të OKB-s si trupa të ndërmjetme mes një territori të tjetrit që të shmanget lufta, pra një zonë e sigurt. Dhe ekziston mundësia që Ukraina të ketë një antarësim të shpejtë në BE, gjithmonë nëse BE do të dojë, dhe vendosjen në pjesën perëndimore të Ukrainës të atyre vendeve të BE-s dhe të NATO-s që duan të japin kontributin e tyre, pra me administrim, pra bëhet fjalë për zonën e Lvivit, ku mund të vendosen polak, ku mund të vendosen gjerman, ku mund të vendosen francez, ku mund të vendosen britanik, dhe bëhet fjalë, le të themi, në një lloj
gjuhë teknike, në një federalizim të Ukrainës në 3 rajone, ku në qendër është Kievi dhe gjithë ato rajonet e Dnieprit, dhe përfundimisht kjo do të jepte fund luftës dhe do të jepte një mundësi Zelenskit që të ketë një mandat tjetër presidencial. Pasi duhet ta themi gjithë që mandati i Zelenskit ka përfunduar dhe qëndron zhurmë vetëm për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme. Sigurisht ky do ishte një lajm i mirë për botën se do ishte fundi një masakre për 1 milion njerëzish, do kishte qenë mirë mos kishte filluar fare lufta. Po ja që historia nuk bëhet me sikur dhe njeriu që po jep këtë mundësi duke ulur në të dyja tryezët e bisedimit me negociata shumë të vështira, duhet të thënë, është pikërisht Donald Trump, i cili duhet të thënë dhe rithënë që njerëzit ta kuptojnë, në qendrën e objektit të strategjisë vetë politiki dhe të republikanëve. Ka atë që republikanët kanë pas që në vitet 70 me presidentin Nixon, të çaj aksin Moskë-Pekin dhe në rastin konkret të prish BRICS-in. Presidenca amerikane ka qenë shumë e qartë. Prioriteti politikës sonë të jashtme do të jetë siguria dhe ekonomia në Azi, paqësor dhe Oqeanin Indian. Europianët duhet marrin përsipër punët e veta, paguajnë vetë për NATO-n, paguajnë vetë për ekonominë e vetë, dhe ne do të kemi një marrëdhënie jo si ajo që ka qenë deri tani me botën, po do jetë B2B, pra çat më japësh do të jap. Sepse prioriteti i politikës jashtme të Donald Trumpit dhe të republikanëve lidhet me sigurinë ekonomike të Amerikës. Pa e rikthyer Amerikën ekonominë numër 1 të botës dhe pa e vënë Amerikën në një zonë sigurt në raport me ekonominë dhe për ta riindustrializuar ekonominë amerikane, atëherë ky mandati i Trumpit do të jetë i kot. Prandaj ata janë shumë të përqendruar që të bëjnë sa më shpejt këto gjëra. Më pëlqen kjo shpreha e Trumpit për tregtin, thotë not free trade but fair trade. Fair trade, po duhet të jetë e drejtë, po. E drejtë. Dhe ajo që është më e rëndësishme për të kuptuar njerëzit, kjo është arsye pse Donald Trumpi insiston tek ajo që ne njohim si çështja e mineraleve të rralla, pasi mineralet e rralla sot prodhuesi më i madh në botë është Kina dhe nga mineralet e rralla varet ajo që bota njeh sot në pikpamjen e zhvillimit teknologjik dhe industrial të botës, që quhet nanoteknologji. Aty prodhohen mikroprocesorët për industrinë, për forcat e armatosura dhe telefonat tonë që shohim, pra aty është baza e gjithë ekonomisë botërore. Kompjuterat për të gjitha, robotet. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që kjo presidencë e Trumpit është shumë e qartë. Më vjen keq që tronditen këta deficientët që ndrojnë në Bruksel, pjesa burokratike e BE-s, sepse pjesa politike e BE-s është më ndryshe, çdo vend ka qasjen e vet ndryshe, por është vetmja rrugë në cilën mund të hecësh për të mos u zhdukur perëndimi në raport me pjesën tjetër të botës. I lirë. Ndërkohë që Trumpi kërkon paqe në Evropë, me Rusin, në Ukrainë, Britania dhe qendra e politikës evropiane që është familja mbretërore britanike kërkon luftë nëpërmjet zëdhënësit të saj, Starmerit, kryeministrit Starmer. Po kështu dhe presidenti i Francës, Emmanuel Macron, i cili dihet që është një bankier i ardhur nga me ndihmën e Rothschildve në pushtet, kërkon luftë me Rusinë. Kjo tendencë pas largimit të politikës së Trumpit nga politika e vjetër e Bidenit në raport me Rusinë dhe me luftën në Ukrainë, i ka shqetësuar evropianët, të cilët si thash tuket që kërkojnë luftë dhe këta po e tregojnë me rritjen e investimeve në fushën e mbrojtjes. Vetë domethënë këta burokratët e Brukselit kanë deklaruar që këtë vit shpenzimet ushtarake do të synojnë të arrijnë në 800 miliard dollar. Në 4 vitet e ardhshme. 800 miliard euro. Po 500 milion po e bën Gjermania si vit. Po 800 miliard në 4 vitet. 500 miliard po e bën Gjermania. Dhe unë parashikoj që këto
nuk janë bombone që bëhen për të shpërndarë ndonjë fest. Janë armë të cilat synojnë të përdoren konkretisht kundër Rusisë. Unë shikoj dhe një mundësi që kur të filloj lufta, sepse unë mendoj që do të ketë luftë midis Evropës dhe Rusisë, ndoshta në vitin 2027, kjo luftë Evropa nuk do ta shuaj dhe nuk do pranoj asnjë lloj paqe midis Trumpit dhe Putinit. Dihet që Evropa, sidomos Britania, i konsideron dy krijesa të veta, të dyja këto perandori ushtarake, por Amerika dhe ekonomike dhe perandori e gjithanshme, teknologjike, me zhvillim të lartë industrial, me industrinë e inteligjencës artificiale të Silicon Valley, që është sigurisht në avangardë të zhvillimeve teknologjike të gjithë botës, por Britania nuk mund të pranojë që dy kukulla me telat saj ose ish kolonitë saj, Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që e ka pasur gjithmonë në kontroll, të vendosin fatet e Evropës. Unë mendoj që do të ketë luftë dhe gjithësinimisht çarja e Rusisë dhe ndarja e saj në shumë shtete, dhe për këtë do përpiqen të afrojnë Kinën, ndërsa Shtetet e Bashkuara përpiqen të afrojnë Rusinë pa Kinën, Evropa do përpiqet të afrojë Kinën. Dhe është për mendimin tim duke u ndërtuar një poshtiri i politikave, gjeopolitikës botërore, nga një anë Evropa me Kinën dhe me vendet arabe, kurse Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Rusia një koalicion tjetër. Unë shikoj që në vitin 2027, kur të filloj lufta mes Evropës dhe Rusisë, do të ketë dhe një pushtim të Groenlandës dhe të Kanadas nga ana e Shtetet e Bashkuara. Kanadaja sapo ka përfunduar një palë zgjedhje ku me sa duket ai Mark Carney, Mostra Carney, mund të zgjidhet përsëri kryeministër, është një nga nëse ka ndonjë satana mbi tokë, këta mund ta quajmë padyshim që është Carney, dhe është një nga njerëzit që ka zhvilluar dhe ka promovuar në bashkëpunim me familjen mbretërore britanike agjendat kryesore të depopullimit, të cilat bazohen ke ngroja globale, gjoja, ke këto agjendat që këta po shpallin agjendat jeshile të gjelbra, ku duan të ulin fuqinë prodhuese të energjisë për të ulur industrinë, krahas saj duke ulur prodhimet bujqësore, duke i futur njerëzit në për ato smart city, në qytetet inteligjente të kontrolluar 24 orë me kamera dhe me satelit dhe me pak ushqime, do të synojnë të çojnë në drejt depopullimit, njëkohësisht edhe me gjeoinxhinierimin e motit, vazhdimisht mbi kokat tona avionët edhin helmes, na ndotin ajrin, na ndotin ushqimet e kafshëve, nëpërmjet kafshëve që ne ndotim trupin ton. Pra njerëzimi është në një luftë të paparë dhe këta synojnë ta çojnë njeriu drejt asaj që quhet Agenda 2030. Në këtë kuptim, në qoftë se do të krijoheshin këto gjëra që unë bëj një bazë me veten në këtë parashikim, do të ketë pra edhe një luftë midis Evropës dhe Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja me Evropën për të mbrojtur Groenlandën dhe Kanadan, e cila me Mark Carney ka marrë mbi shpatulla një peshë të rëndë që nuk e mbajnë gjunjët për të destabilizuar Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Trumpi vazhdon të gëzojë mbështetje në popull, pavarësisht se mediat e majta dhe opozita e blerë e demokratëve nga bankierët përpiqen të hedhin balt mbi politikat e Trumpit të deri tanishme. Trumpi nuk e zgjodhën gazetat, nuk e zgjodhën demokratët, e zgjodhi populli amerikan, i cili përsëri në këto sondazhet e fundit vazhdon ta mbështet për politikat e tij të drejta, paqësore, përjashtuar këtu vetëm përfshirja e tij në luftën në Yemen. Kjo ishte një analizë ime, si e shikoj unë, domethënë gjeopolitikën botërore e shikoj me pesimizëm sigurisht,
dhe njerëzit, sidomos Evropa, do të ketë sfida të mëdha, po gjithë bota. Dhe gjithë qëllimi bëhet për depopullim dhe është një dorë që i orkestron këto lloj politika që ndodhet në City of London. Ilir, doja të bëja një pyetje tjetër në lidhje me një konflikt të rrezikshëm që mund të çojë në konflikt bërthamor midis Indisë dhe Pakistanit. Janë vrarë disa ushtar pakistanez, në mos gaboj, rreth 25 veta në një zonë kufitare midis Indisë para pak ditësh dhe Pakistanit, dhe India dhe Pakistani, të cilat kanë një konflikt dhjetra vjeçar për atë zonën e diskutuar të Kashmirit, kanë hyrë në një konflikt. Dihet që të dyja janë fuqi bërthamore, dhe Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, për së vërtetës, kanë marrëdhënie të mira me të dyja vendet, dhe Trumpi dhe Putini po përpiqet që t'i përmbajnë. Ndërkohë, zënës presidenti Vance bëri një vizitë, i cili e ka dhe gruan indiane, dhe me fëmijët e vet të veshur me rrobat indiane, ishte një skenë e bukur, nuk e di e ke parë, kur zbritën nga avioni dhe takuan kryeministrin Modi të Indisë. Dhe sigurisht India dhe Kina bëjnë pjesë në BRICS, dhe ti e the shumë mirë që pari, sot ta thesha unë tash, po ma dojgje si kështu si deklarat. India dhe Kina bëjnë pjesë në BRICS, dhe Shtetet e Bashkuara që kanë si politikë parësore goditjen dhe gjunjëzimin e Kinës, po përpiqen të nxitin një konflikt midis Indisë dhe Kinës për ta larguar Indinë nga BRICS-i, që do të ishte çarja e parë dhe dështimi i parë i Xi Jinpingut dhe i Putinit. Si e shikon ti, ka ndonjë rrezik për të zhvilluar, për të rritur ajo shkalla e konfrontimit midis Indisë dhe Pakistanit, dhe a mund të përfundojë kjo dhe me goditje bërthamore, sepse janë të dyja në fuqi bërthamore, dhe ky konflikt është sigurisht shumë i rrezikshëm, duke ditur që këto dy vende s'kanë dhe mekanizma të tjerë kontrolli që të kenë, për shembull, OJT, që të shtrihen të dyja palët me një shkallë të lartë besueshmërie, që të ketë politikanët të cilët mund të shkojë fjala në të dyja palët për t'i pajtuar. Atje ai rrezik shumë të madh, sepse dhe ajo shkalla e ndërgjegjes nuk është aq e lartë sa për përdorimin e këtyre armëve të rrezikshme. Probabiliteti është i lartë. Mjafton të shohim historinë e rajonit Kashmirit. Është një rajon që malor, që ngjitet afër Himalajeve, ndahet në 4-5 vende sot: Taxhikistani, Afganistani, Pakistani, India dhe Kina. Konflikti ka fillimet në fund të 47-s, kur Britania e Madhe vendosi të tërhiqet nga kolonitë e saj, sepse kanë qenë të dyja koloni britanike. Dhe në vend të një shteti të madh federal postkolonial u krijuan dy shtete, njëri që i përkiste besimit islam dhe tjetra që është India. Sot ato kanë një veçori. Për te faktit janë të dyja fuqi bërthamore, kanë një veçori tjetër. Dhe duhet të thënë që Pakistani është i vetmi shtet musliman në botë që ka armë bërthamore. Cila është veçoria? Veçoria është që Ali Bhutto e bëri me për ata Kissingeri e ndëshkoi duke e përmbysur. Pakistani ka ushtrim më të fortë në rajon, kurse India ka popullsi më të madhe në rajon. Pra, nëse do të ishte një luftë e tillë, do të ishte një luftë afatgjatë e përgjakshme, dhe një luftë që do të sillte në mënyrë të pandryshueshme një çarje dhe një riformatim të asaj pjesë të botës. Por duhet të thënë edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, që e kemi përmendur një herë në një emision tek Çani bashk, që sido që të jetë puna, mundësia e krijimit të një konflikti për ta bërë të mundshme që lidhja toksore mes Iranit edhe Kinës me tuba gazi dhe naftë, sepse ekonomia kineze, duke qenë ekonomia e madhe në botë, ka nevojë për naftë dhe gaz. Sot ekonomia kineze varet vetëm nga Rusia në këtë pjesë, prandaj Kina nuk mund të guxojë të bëjë Rusisë më shumë, sepse ndalet ekonomia kineze. Alternativa është Irani. Me rënien, me ikjen e amerikanëve nga Afganistani, bie mundësia
që amerikanët rrinë më aty në mes dhe ta ndërpresin këtë linjë komunikimi drejt për drejt mes Iranit dhe Kinës, atëherë një luftë në rajon, prandaj thash gjeografia nuk është një opinion, sidomos në atë rajon do të krijonte parakushtet e përfshirjes në luftë drejt për drejt të Kinës, të Indis, të Pakistanit, por edhe të Rusisë në një lloj forme, sepse Rusia është aleati i Taxhikistanit, edhe të Afganistanit, ku ka mbetur të gjitha armët e NATO-s që kanë ikur. Pra, krijohen parakushtet të Trumpi po kërkon ta marrë një pikë atje që kanë lënë. Krijohen parakushtet e një lufte 10-20 vjeçare që do të ndërpriste çfarë do lloj komunikimi të mundshëm të drejt për drejt mes Iranit dhe Kinës. Po ndërkohë, por në të njëjtën kohë, kjo gjë vlen edhe për ekonominë tjetër më të madhe, që është India. Edhe ekonomia indiane ka shpresat që të kalojë në burime energjetike që vijnë nga Irani ose që vijnë nga Rusia. Pra, kjo gjë do ta ndërpriste. A është gjetur sebeb një rajon ku në mënyrë permanente ka pasur destabilizim? Sigurisht, Kashmiri është një rajon që ka prodhuar 2 luftra deri tani, atë një luftë si ka fituar as Pakistani dhe as India, dhe potencialiteti i 2 fuqive bërthamore për të shkëmbyer dhe për të provuar nga një herë tjetër se ç'mund bëjnë këto 2 fuqi bërthamore është shumë i lartë, sepse edhe nga pikpamja tjetër, nëse do të bënte 50 milion të vrarë, në Evropë do ishte një tragjedi e madhe. Po në Indi një lagje është, janë 1,5 miliard banor, kupton, kështu që në atë agjendën e depopullimit që thua ti do ishte një lloj, domethënë një kafe për të provuar se një provë vogël, një eksperiment. Për të provuar se çfarë do mund ndodhte një eksperiment. Po në njëjtën kohë edhe vala do të ishte goditse në të gjithë ekonominë botërore dhe është një gjë që këta budallënjtë të BE-s do t'i bënte të rifreskonin trut, sepse këta vetëm dje provuan çfarë do të thotë të rrinë 2 vendet të BE-s dhe të NATO-s nga një sulm kibernetik pa energji elektrike 24 orë në Portugali dhe në Spanjë. Imagjinojmë që se do të kishte një luftë termobërthamore, se njerëzit nuk e kuptojnë çfarë do të thotë lufta termobërthamore. Domethënë lufta termobërthamore është që për të mbijetuar duhet të futemi të gjithë në ndë për të patur. Pra kur ta shohim dritën e diellit duhet ta shohim si një dhuratë të madhe. Ndaj unë them që potenciali i një konflikti në atë rajon është i lartë dhe i zgjeruar. Besoj që vazhdojmë që ndrojmë në faktin që ka mundësi shumë të mëdha të kemi disa konflikte të mëdha nëpër botë sesa një luftë të madhe dhe frontale. Në të njëjtën kohë duhet thënë që kjo aleanca e re mes Kinës dhe Pakistanit dhe Indis edhe disa vendeve tjera është edhe interesante, sepse Pakistani deri tani ka qenë ushtria aleate më e madhe e SBA-s dhe perëndimit aty. Gjithsesi unë nuk mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta humbin Pakistanin si aleat. Mendoj që jemi më shumë në momentin që diplomacia do luajë me të dyja palët, por për sa kohë është kjo administratë në Washington dhe për sa kohë prioriteti është riindustrializimi i ekonomisë amerikane dhe vëmendja e ekonomisë amerikane tek lëndët e para, tek energjia, tek çmimi i naftës, tek poli veriut e tjerë, me këtë administratë amerikane jemi përballë mundësisë që të ndodhin ndryshime të pakthyeshme strategjike në botë dhe me ndikim shumë të madh, duke patur parasysh që gjithsesi Trumpi është tërhequr nga përfshirja e trupave amerikane drejt për drejt në konflikte, përveç se aty ku interesat e Amerikës janë të përfshira drejt për drejt, që janë rrugët e kalimit, siç është Panamaja, siç është Grenlanda, Jemeni, siç është Jemeni, pra që ka të bëjë drejt për drejt, pra përveç pjesëve tjera unë nuk mendoj që dikush, shiko, republikanët ndetën 4 vite në opozit pasi ata e humbën në zgjedhjet e 2020-s në një situatë shumë paqartë, se de facto e fituan të pastaj humbën. Dhe rikthimi i tyre në pushtet ishte një rikthim i programuar, një 4 vjeçar jo i vogël, dhe ka mbi bazë atë që është gjëja kryesore për njerëzit, që është, me që u futa pak tek ajo pjesa që përmendet ti më parë, që është ekonomia. Në 2020, kur ishte pandemia, në Amerikë kishte 30 milion të varfër. Në fund 2024, kur fitoi Trumpi zgjedhjet, në 2025 kur hyri në zyrë, pra në janar 2025, zyrtarisht Amerika ka 42 milion të varfër. Pra janë varfëruar edhe 12 milion njerëz
për 4 vite. Kështu që qëllimi kryesor është ajo që ai e thot, por duhet kapur në kontekstin e Amerikës, Make America Great Again. Në kontekstet e tjera kthehet qesharake pastaj, sepse jo të gjitha vendet kanë për të njëjtin prioritet. Si e shikon këtë 100 ditët e para të Trumpit kështu? Shiko, unë kam qenë gjithmonë i bindur që qeverit nuk shihen me 100 ditë. Qeverit, ti ke qenë deputet dhe di mirë, kanë nevojë për kohën e vet. Por ajo gjë që unë shoh është që ata janë shumë të qartë në raport me çështjet e sigurisë, në çështjet e ekonomisë dhe në çështjet e politikës jashtme. Dhe kjo i bën serioz. Se sa kjo do jap efekt apo jo, këtë do të shohim. Por unë mendoj që nëpërmjet një marrëveshje afatgjatë që ata do të gjenë me Rusinë, dhe duhet të thënë është herë e tretë në historinë e Amerikës një marrëveshje me Rusinë. Është kur është pavarësuar Amerika nga Britania e Madhe, është gjatë luftës së dytë botërore, edhe në luftë civile Rusia mbrojti. Po. Rusia mbrojti Amerikën Abraham Lincoln, se Anglia do kishin betejë për jug. Prandaj përmend atë periudhë, është lufta e dytë botërore dhe kjo do jetë herë e tretë. Por me këtë radhë Amerikës i jepet shansi të rifitojë Amerikën e Jugut, sepse ka humbur kontrollin e gjithë Amerikës së Jugut. Alaskën prandaj mori Amerika mbas luftës civile, ja fali Aleksandri II, cari. Sigurisht. Dhe Amerikës ajo gjë që intereson është pikërisht çështja e Politveriut, sepse sot Amerika kontrollon vetëm 20% Politveriut. 80% kontrollohet nga rusët dhe Amerika është e qartë që i duhet, pra Amerika trumpiste është e qartë që i duhet një marrëveshje afatgjatë për hemisferën veriore të globit, në mënyrë që Amerika të vazhdojë të jetë një superfuqi botërore. Sepse nuk ka superfuqi pa ekonomi. Çdo gjë tjetër që superfuqitë jetojnë për shkak të ideologjisë etj. Është bla bla bla, janë nga këto të Huntingtonit, po që unë shikoj këtë Ilir në 100 ditët e para të Trumpit si sukses. Është e vërtetë aq të ti që po shenja jep që 100 ditët e para se si është duke ecur një qeveri. Trumpi ka patur sukses në largimin e shumë emigrantëve të palikshëm, kanë qenë rreth 12 milion emigrantë të palikshëm gjatë kohës që ka qenë Bideni. Ai një pjesë e madhe prej tyre e ka kaluar, kufiri është bërë plotësisht i sigurt me Meksikën. Perandoritë zakonisht bien nga 2 faktorë të rëndësishëm, duke patur parasysh historinë e perandorisë romake. Bien nga migrimi i madh i njerëzve, të cilët prishin atë shtyllën kurrizore të shoqërisë mbi të cilën qëndron një sistem politik perandorak. Fiset gjermanike e shkatruan Romën e lashtë me dyndjet e tyre nga veriu dhe prishën strukturën shoqërore të perandorisë romake, e cila pastaj kaloi në krishtërim dhe u bë perandoria e shenjtë romake, por që nuk ishte me ajo romakja në kohën e paganizmit. Dhe arsyeja e dytë është janë gjithmonë arsyet financiare. Nëse perandoritë zhyten në borxhe, atëherë ato fillojnë bien. Është shumë e bukur. Ti ke iPhone apo Samsung? Samsung. Okej, do të çoj pastaj nga çfarë përbëhet iPhone. iPhone që është praktikisht USA, ishte vetëm një pjesë që prodhohet në Amerikë. Po. Mirë, kështu i bëjmë ata me tendera. Deindustrializimi i Amerikës në 20 vitet e fundit është i frikshëm, si deindustrializimi i Evropës. Rockefelleri me klubin e Romës dhe me atë instrumentin e tyre të zbatimit të punëve, klubin Bilderberger, vendosën të ndanin botën në fillim të viteve 70 në 3 lloje. Bota e parë, e cila do përqendrohej ke shërbimet dhe ke krijimi i softwareve, do të industrializoheshe. Bota e dytë, ose ato që quheshin dyqane, shtetet dyqane, do të prodhonin dhe shisnin dhe kryesisht këta do të kishin hardware. Pra, hardware ishte teknologjia e cila zbatonte ato që shpikeshin me software. Dhe këto që ishin vendet e botës së dytë dhe vendet e botës së tretë do të ishin vendet të cilat do të shfrytëzoheshin lendet e para, siç ishte Afrika, dhe do të shiteshin pasaj materialet e përpunuara me çmim stratosferik për shkak se ata nuk kanë industri.
Dhe Trumpi nuk është dakord me këta. Sot Amerika 90% të GDP-s e krijon nëpërmjet shërbimeve. Ai kërkon ta diversifikojë, të heq disa shërbime, sepse nuk mund të themi që në Amerikë ka papunësi. Edhe do industrializojë dhe do fut papunë. Në Amerikë ka shumë pak papunësi. Po ka 42 milion të varfër. Po ka 42 milion të varfër, Që është 15% e popullsisë. 42 milion të varfër, po nga këta 30 milion janë të droguar. Pra, është 15% e popullsisë, është problem shumë i madh social për shkak të futjes së drogave, të lejimit të drogave, gjë të cilën Trumpi po e lufton fort dhe ka krijuar konflikt me Kanadan, sepse një sasi e madhe e fentanilit futesh nga Kanada edhe një pjesë nga Meksika dhe pothuajse është kufizuar shumë mundësi. Do ta shohim se do kufizohet. Gjithashtu në raste vetëm rritet çmimi. Gjithashtu Trump ka dhe suksese të tjera të brendshme, ka ulur taksat e tatimet, i detyroi 70 vende të vinë të negociojnë me ta për të bërë tregti, siç e tham, të drejtë me Shtetet e Bashkuara, jo të fitojnë të tjerët nga Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara mos përfitojnë prej saj. Lufta tregtare është një luftë e rrezikshme dhe e madhe. Trump ka hyrë në konflikt dhe me kreun e Fedit dhe në qoftë se Trump do të se e ka këtë pikësynim, do të arrijë të shtjerë në dorë dhe Fedin ta ketë shteti, atëherë mund të themi që shteti i thellë do jetë në fund në gramat e tij. Po këtë sigurisht do ta shikojmë nga fundi i mandatit të Trumpit nëse ai do ta lënë. Ai që unë shoh si personazh më i rëndësishëm i kësaj administrate në fakt është J.D. Vance. Fjalimi i tij në Munich, në Paris, i cili mbyllet, ai Munich është shumë i rëndësishëm sepse mbyllet me një frazë të Papa Vojtilës, me një frazë të Opus Dei. Domethënë duhet të kujtojmë njerëzit që Opus Dei lind si nevojë e spanjollëve, pra e katolikëve spanjoll, jo jezuitëve, është kundërta Opus Dei, është e djatha, por lind gjatë kohës së luftës civile në Spanjë, ku komunistët 36, ku komunistët po merrnin pushtetin, po merrnin fuqinë, dhe Opus Dei kthen kishën në një faktor që mbështet ushtrinë. Dhe aty është në fakt të gjithë thonë që fillimi i luftës botërore është kur pushtohet Polonia. Në fakt unë mendoj që lufta civile është lufta civile e Spanjës. Aty hyn Italia me trupa, aty hyn Gjermania, aty hyn sovjetikët që krijuan frontin e kuq, aty pra aty u përzin gjithë dhe aty ishte testi i asaj që do ishte sepse çifutët mbështetnin Trotski. Dhe ajo ishte lufta e dytë, ai ishte fillimi i luftës së dytë botërore. Dhe J.D. Vance në Barcelonë u bë eksperimenti. E përfundon me një frazë të Papa Vojtilës, që thotë ne nuk do t'ju lëm ju, pra do t'ju shpëtojmë ju Evropën, por do t'ju shpëtojmë sistemin e. Dhe në fakt në atë moment mua më ka lindur në mendje, sigurisht zëvendës presidenti i Amerikës e dinte se si ishte gjendja shëndetësore e papës, pra e parashikonte që ky pap do ndronte jetë dhe do duhet vijë një pap tjetër, por do ta shohim ditët e ardhshme. Pra mbas datës 5 maj, 7 maj, kur fillon konklava, do ta shohim nëse do të kemi sërish një pap afër Opus Dei. Kjo do të thotë që politika e evropiane do të ndryshojë, sepse sot me këta personazhe që janë në politikën evropiane, ta janë të gjithë në përplasje të hapur me atë që është politika e Vatikanit. Duhet përmendur nga gjithë që Evropa ka lindur si një klub i krishterë. Dhe kjo ka bërë që të mbjetoj deri tani. Nga ky moment e tutje, pra që kanë ardhur këta që flasin për klimën, për gjeneratën X, ku në vend të njeriut çështja e parë është madhërgaja, ja bën ai. Po Jezusi s'foli ndonjëherë për madhërgajen, Jezusi foli për njeriun. Edhe tha aq sa mund ty dha një deve në një vrim gjelpere, mund ty një pasur në. Por pjesa më e rëndësishme që unë shoh me Trumpin është marrëdhënia e mirë që Trumpi po krijon me arabët. Marrëdhënie të mirë me turqit, marrëdhënie të mirë me sauditët, marrëdhënie të mirë me Katarin. Me Iranin është duke biseduar në mënyrë sekrete dhe që të mos furnizojë Kinën. Pikërisht pra, kjo është edhe është duke braktisur Izraelin nga ta. Edhe me Emiratet. Jo, është duke
braktisur, duke thënë Izraeli ti je i sigurt se të garantojmë ne, po që ne të jemi të parët. Po Izraeli nuk ka problem sigurin, Izraeli e ka pretekst çështjen e sigurisë. Izraeli kërkon të bëhet i madh dhe madhësinë nuk mund ta realizoj pa goditur Iranin në rajon. Dhe Netanyahu vetëm këtë kërkon, ka 20 vjet të godas Amerika Iranin, mirë po Amerika është ashtu aty, i thot ty s'të ngacmon njëri, jemi ne këtu. Unë e njoh Izraelin mirë nga brenda dhe ti e di. Izraeli nuk bëhet dot i madh pa qenë e madhe Amerika. Po patjetër. Dhe Amerika nuk mund të hyjë në konflikt me, sepse Izraeli asnjë luftë se bën dot sikur gjatë luftës ta braktisë Amerikën. E shpjegoj lufta e fundit, domethënë. Po. Nuk mund të hyjë Amerika në luftë me arabët, me aleatët e saj strategjik arab. Flasim këtu Egjiptin, Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet, Turqinë e tjerë, sepse vendi i parë i shkatëruar drejt për drejt nga një konflikt i tillë nuk do jetë Amerika, por do jetë drejt për drejt Izraeli. Aq më tepër që Izraeli ka një problem të madh demografik me arabët. Nga bregu perëndimor deri në detin Mesdhe është vetëm 9 kilometra. Dhe arabët janë 1 miliard njerëz. 15-16 milion sa janë. Me gjithë palestinezë brenda. Pra, me 25% palestinezë nuk bëjmë më shumë se 20 milion banor, domethënë. Dhe nga këta, ki parasysh që pjesa më e madhe e izraelitëve do t'i ke jashtë, se njerëzit e njohin pak Izraelin nga brenda, pa ata kanë një problem të madh me ato që quhet diaspora izraelite, trinj që duan t'ikin kosto e lartë të jetës brenda vendit, pamundësia për të bërë me shtëpi, por edhe kur bëhen duhet shkojnë të vendosen kolon, pra nuk është jetë e thjeshtë një izraelit. Ka izraelitë që nuk janë sionistë, ka dhe shumë gjuhësh në përbot që nuk janë sionistë. Po sigurisht. Që quajnë projektin sionist si një projekt të pakicave bankare. Dhe unë mendoj që është e pamundur që politika edhe më vjen për të qeshur. Është e pamundur që politika e Netanyahu të mbjetoj pa patur një Amerikë të fortë. Dhe vetëm Amerika e fortë mund ta mbajë. Patjetër. Më vjen për të qeshur kur kisha një emision di unë historinë e kazarëve, domethënë çfarë janë çifut të lindjes, që janë gonturk, është një perandori që ka qenë kazare, shteti kazarian ishte në fund të perandorisë gonturk. E kam shpjeguar në emisionin shumë mirë dhe kisha një koment atje theshte Alfred Çënke antisemit. Janë sa ignorant që se ti çfarë është fjala semit, nuk e din që palestinezët janë më semit se sa. Po dhe me çfarë ka mo, ti je antisemit, ja mund të jem anti-grek, jam anti-serb për shembull, sepse serbët janë anti-shqiptar, mund të jem anti-serb. E çfarë ka këtu po të jem antisemit? Këta e ngatrojnë antisionist me antisemit. Sionizmi nuk janë semit. Mblidhen i trurin, domethënë në thelbin e tyre, janë çifut të lindjes, janë ashkenazin, janë turk. Sionizmi nuk është semitizëm. Arabët janë semit, më shumë se sa izraelitët e sotme, se izraelitët e sotme 80% janë çifut të lindjes. Vetëm hebrejt e Izraelit janë semit, kurse ata që janë hebrejt, po janë që vinë nga lindja, çifutët e lindjes nuk janë semit. Kuptojeni këto gjëra. O dele, ata që më shkruajnë mua dhe më japin leksione aty. Ilir, përmandëm një çik këtë çështjen ti trajtojmë një çik edhe dy çështje. Përmandëm një çik këtë çështjen e këtyre rrezikut bërthamor, e luftës bërthamore, si e shikon ti, ka një klub serioz të vendeve bërthamore, ka pasur, ku bëjmë pjesë sigurisht edhe Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Anglia, Izraeli, në qoftë se s'ka marruar ndonjë, ndoshta edhe Pakistani me Indin, tashi. Po përpiqet Irani të bëhet fuqi bërthamore, kanë ambicie gjithashtu disa vende që mund t'i quajmë për nga potenciali ekonomik dhe ushtarak dhe GDP-s, si tregues kryesor, vende të mesme siç është Brazili, Turqia, Indonezia, Malajzia, ku diun disa vende që kanë rreth 100 milion banor. Si e shikon ti këto armët bërthamore, si janë bërë si shtuan, ekzistojnë apo nuk ekzistojnë, se ka dhe në teori që nuk ka armë bërthamore, nukleare. Edhe Hiroshima thonë që është një gërdec që është bërë nga poshtë, jo nga lart, ka hipoteza. Mos u çudit. Dhe shumë njerëz thonë që këta nuk janë në gjendje ta zbërthejnë atomin, sepse atomi është dhe në kimi thuhet që është lënda bazë e pazbërthyeshme.
Tash këto zhvillohen si rezultat i reaksioneve atomike, pra zhvillimit të lëshimit që ku çdo atom nën lëshon 2 atome bia dhe kështu me radhë dhe zhvillohet një reakcion zinxhir nga këto elementet nuklear, siç janë uraniumi, plutoniumi, ku diun tjerat me radhë. Madje gjithë ajo në CERN të Zvicrës, që është gjithë ajo impjanti madh gjigant, fjala e fundit e shkencës të vendeve evropiane dhe amerikane që kanë me vite që punojnë, nuk po zbërthejnë dot një elektron, që është njësi më vogël se atomi. Dhe shumë njerëz për këtë mendojnë që kjo puna e bombave bërthamore është një gënjeshtër. Po unë nuk e besoj këtë. Unë besoj që armët nukleare ekzistojnë dhe janë. Dhe Izraeli, që është një vend i vogël nga sipërfaqja nga popullsia, unë kam botuar një libër Rreziku nga lufta bërthamore, kam 20 vjet që e kam botuar. Është një super libër i një Amerikanit, cilin sionistët e kanë dënuar, jarova emrin atij autorit, dhe e ka emrin ke murit turpit. Kur e ka emrin ke murit turpit të Izraelit, do të thotë që çdo izraelit që e gjen këtë mund ta vrasë, sepse ky është njeri i rrezikshëm, ky shkrimtari amerikan. Dhe ky thotë që Izraeli ka mbi 300 bomba bërthamore, ka testata për t'i lëshuar ato në çdo cep të botës që mund të arrijnë, dhe këto 300 armë, thotë ai, janë të mjaftueshme për të shkatruar gjithë planetin e tokës. Pra, kur thuhet kështu për Izraelin, po Rusia, po Shtetet e Bashkuara, çfarë fuqi të mëdha kanë e para. E dyta, unë që jam çik okultist dhe që studioj këto historitë e fshehura, mendoj që goditja me armë bërthamore e humanoidit që ka jetuar në tokë, për rreth 69 milion ka humanoidi në tokë, ka ndodhur her pas here dhe janë bërë rivendosje të mëdha. Klaus Schwab, si kryetari i asaj World Economic Forum, që është shumë i rëndësishëm për të dhënë ato shinat ku do ecë njerëzimi, pavarësisht se ne nuk e duam, po ata janë shumë të fuqishëm dhe ato që na i thonë neve aptas, ata i realizojnë, pavarësisht se ne nuk duam, të paktën deri tash. Ai ka thënë që ne po hym drejt një rivendosje të madhe. Rivendosjet e mëdha zakonisht i bënte Zoti, sipas librave të shenjtë, sidomos kur kishte ndërhyrje në ndërtimet gjenetike të specieve, që është një gjë e ndaluar që të bëhet nga shkenca. Sa herë që ka pasur ndërhyrje gjenetike, Zoti ndërhyn me një rivendosje të madhe. Nuk dua të zgjatem në këtë temë për të dhënë argumenta, nuk ka rëndësi se çfarë mendimi ndajmë për këtë të kaluarën, por për të ardhmen, si mendon ti, e orkestron një dorë gjithë të konflikt për të bërë një rivendosje të madhe dhe për të realizuar atë agendën e depopullimit? Po të kujtoj vetëm një shprehje të këtij babait të mbretit Charlie II, si e kishte emrin ky gjysmë greku, burri Elisabetës, po ai kur e pyet njerit, mbreti George, i than, çfarë dëshiron të jesh në botën tjetër? Tha, dua të jem një krim, tha, dhe uroj që të ketë sa më shumë njerëz për t'i ngrënë, tha, të vdekur aty ku do të jem. Njerëzit janë problemi i madh i tokës, janë armiku më i madh i tokës. Si e mendon ti, mund të ketë një dorë dhe mund të ketë një rrezik që të ketë goditje bërthamore? Unë për shembull mund të them vetëm me një shprehje. Edhe një fjali, unë kam një informacion që këta duan të përdorin rreth 900 bomba bërthamore në të gjithë botën taktike, pasi ta futin botën në luftë, ku duan të shkatrojnë gjithë qendrat më të mëdha me popullata, me dëndësi të madhe popullate. Për Shqipërinë kam dëgjuar që nuk do të ketë goditje, por kam dëgjuar që do të ketë për Kosovën me 3 goditje, një në Pej, një në Prishtinë dhe një në Mjafton vetëm një Prishtinë. Jo, janë taktike të vogla, janë taktike. Dëgjoj Fredi. Unë do të jap vetëm një shprehje që ti dhe unë e njohim mirë. Nëse do të ketë një luftë të tretë bërthamore, historia do filloj me shkop. Lufta e katërt është e sigurt që do bëhet me gur. Kështu që për pjesën tjetër nuk ka ç'të them, sepse
fuqia e shkatërimit të botës me armët që nga armët e gjeneratës parë, dytë apo deri te armët e gjeneratës 5 që janë ato strategjike për cilat Mos u çudit, ti e ke dëgjuar Naimin ke Fletoria Bektaqianet, si thot, ne pellazgët jemi thot që kur s'kishte hen. Naimi nuk ishte budalla, ishte në shkollat ezoterike të lindjes. Kështu që unë nuk kam çfarë të shtoj më shumë asaj. Nëse shkojmë në një luftë më bërthamore, nuk është se do ketë më të sigurt ose të pasigurt. Sigurisht që ata që jetojnë në qytete të mëdha, ata janë të kërcënuar të zhduken në 72 orët e para, sepse qytetet e mëdha janë. Prandaj thash, po të shohësh dje atë që ka ndodhur në Spanjë dhe Portugali, kupton se çfarë mund ndodh në kryeqendrat e mëdha. Dhe ishin gjë që unë kam thënë shpesh që do të ndodh. Shpresojmë që mos ndodh, po nuk ka nevojë të bësh një luftë bërthamore për të pasur këtë parashikim, mjafton edhe një luftë me hakera, mjafton një blackout total. Mjafton një blackout total botëror. Po shturë çdo gjë. Por për të bërë 100 milion vrarë që është minimumi domethënë që është. Kjo është përgjigjja. Ilir dhe një pyetje të fundit, përmendën çika të telefonat, mikrochipat, mikroprocesorët. Ka dhe një luftë të madhe për mikroprocesorët, duke ditur që Tajvani mikroprocesorët të nderuar shikues janë pjesë të vogla teknologjike të cilat ruajnë një informacion dhe një inteligjencë të lartë në një pikë të vogël dhe shërbejnë zakonisht për këto pajisjet smart, siç është që kanë një kompjuter brenda, të gjitha pajisjet smart, makina për shembull që ka kompjuterin, qoftë edhe një që bën gjellën që e vendos ti me minuta atje me sekonda elektronike, të gjitha kanë nevojë për një trup dhe ky truri përbëhet nga mikroprocesor të cilët prodhohen në fabrika me një teknologji shumë të lartë dhe nuk ka shumë vende të botës që i prodhojnë këto mikroprocesor. Është Shtetet e Bashkuara me Intelin, është Afrika, kjo më fal Korea e Jugut me Samsungun, por me madhja është në Tajvan, i cili është fabrika e madhe mikroprocesorëve që furnizon shumë kompani të njohura në botë që prodhojnë tru elektronik, siç janë laptopët, celularët, tash që po bëhen këta robotët e tjera. Avionët kanë nevojë për tru elektronik sigurisht që përbëhet nga mikroprocesorët dhe meqense Tajvani është një vend i pasigurt për shkak se po kërcënohet vazhdimisht nga Kina, shumë vende si Gjermania e tjera kanë filluar të investojnë në industrinë e prodhimit të mikroprocesorëve. Si e shikon këtë luftën për mikroprocesorët? Edhe këtë do ta them me disa definicione të shkurtra që është shumë e rëndësishme. Në fund do të them diçka që ty t'intereson shumë se e kam parë që e ke përmendur shpesh. Pra, lufta që kërkon të bëjë Donald Trumpi në mënyrë që mineralet e rralla të mos jenë vetëm në dorë të Kinës, ka të bëjë pikërisht me faktin që Amerika nuk do që ta lejë botën të varet nga Kina dhe teknologjia kineze për sa i përket kësaj gjë, pra mikroprocesorëve. Çfarë vlen të thuhet në këtë histori? Që nuk është shumë e rëndësishme vetëm pjesa teknologjike, por janë të rëndësishëm shumë satelitët. Nuk është shumë e rëndësishme vetëm pjesa teknologjike dhe me satelitet pa pjesën financiare, por duhet edhe pjesa financiare. Nuk është shumë e rëndësishme kjo vetëm në botën civile, por duhet edhe në botën ushtarake, sepse ato bombët atomike, ato raketat interkontinentale, ato dronet, gjitha janë të bëra nga këto mikroprocesorët. Po ç'është më e rëndësishme? Është pjesa njerëzore, është truri. Sepse gjitha këto gjëra pastaj kërkojnë një komand. Është truri, ja software. Tani do të them pra nëse sot perëndimi Amerika këmbgul fort e kjo gjë, ka një arsye, nuk e bën pa arsye. Nuk është se do të demonstrojë atë imperializmin e famshëm për cilët akuzohet Trump. Superioritet. Dhe tani do ta them sekret. Jo më lart se para 2 ditësh kisha një takim me një mikun tim shumë të mirë të familjes, po edhe personal, që është një shkencëtar për sa i përket pjesës së ndërhyrjeve kirurgjikale në tru. Ti e njeh, po e njoh edhe unë, po s'do t'ja përmend emrin, po është një personalitet. Dhe po më shpjegonte që sot,
Pra sot që flasim, bota nëpërmjet mikroprocesorëve ka arritur të bëjë dy gjëra. Të vendos një mikroprocesor ose chip, siç e thua ti, në tru. Homo Deus. Dhe Ky është Homo Deus, që e quajnë. Dhe kur ti jesh, më fal të mbaroj. Kur ti jesh 300 kg të ul nga pesha, sepse ky mikrochip i thot trurit, i thot stomakut që ti nuk do hash, dhe ti e di mirë që unë nuk paraprihem të jem i besueshëm drejt okultit dhe fantashkencës. Pra kjo që po të them është një gjë që ndodh sot. Por ç'është më e rëndësishme, kanë filluar nëpërmjet mikroprocesorëve të krijojnë kushtet e kurimit të Parkinsonit në tru. Pra të vendosin si një çip në tru për të kuruar Parkinsonin. Të dashur miq, unë jam e kundërta e Fredit. Nuk jam nga ata që besojnë te këto gjëra pa fantasi, po ju jap një informacion real. Pra, nëse ne shohim në kontekstin e 20 viteve, pra nëse sot është arritur që të përdoret për atë krijimi kushteve për dobësim, për krijimin e kushteve për atë që quhet shërimi nga Parkinsoni. Gjithë mjekësia moderne me inteligjencë artificiale do bëhet. Pra, nëse shkojmë në këtë drejtim, do të thotë që këtu është revolucionarizimi më i madh i botës. Pra, mikroprocesorët nuk shërbejnë vetëm për teknologjinë, por shërbejnë për teknologjinë më të madhe që ka njeriu, që është truri. Patjetër, kanë dopinë shumë drejtime. Dhe ky është kërcënimi dhe kjo është bomba më e madhe atomike e botës. Ndaj, unë që këtë vit kam bërë një master online për inteligjencën artificiale, jo se më duhet, po për ta kuptuar, mund të hap një debat pafund me ty, po ndoshta ta bëjmë një herë tjetër për atë që është inteligjenca artificiale, është shpëtimi i botës e ardhmja e botës, apo është lufta reale mes mirës dhe të keqes. I kam bërë 2 emisione, unë ti rekomandoj ti shikosh, janë super emisione. Po ndaj ta thash, po kjo është një gjë tjetër që mund ta analizojmë. Ndoshta e diskutojmë ne. Prandaj lufta për nanoteknologjinë dhe për mikroprocesorët që bëhet sot me superfuqive botërore është shumë e rëndësishme, se nuk ka të bëjë me sotmen, po ka të bëjë me të ardhmen. Po dyshim. Mirë, Ili, të falenderoj, nëse të ka ngelur ndonjë merak tjetër. Jo, do vim prap. Po, mirë, po e mbyllim këtu atëre. Të nderuar shikues, po e mbyll të bisedë interesante me zotin Ilir Kulla, me mikun tim, duke ju rikujtuar që të bëni një subscribe, se është pa lek. Natyrisht këtë nuk e u kërkoj dy thundrakëve që mund të keni rastësishtu dhe që duan të pinë qumësht. Ky podcast nuk është për ata që pinë qumësht, po është për burra me dhem të fortë që duan të anë mish. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim. Tung tung.